përshëndetet në vlogmas numër 19. Yes! Po bëhemi gati të shkojmë të një muzeum. Thoje. Muzeum. Bravo. Në qendër të Athinës. Edhe thamë të shkonim në orën 11, por si gjithmonë, tu Eliana ka një problem të mendje, të truri. Të truri. Po, nuk ban mend, edhe nuk zgjon. Nuk zgjohet. Okej. E morë në telefon, nuk e ngriti. Po pastaj u zgjova. Po. Dhe pastaj u bëra gati. Edhe ora është 12 ka vajtur ora, po s'ka gjë. Ndërkohë që ne kishim thënë të dalim nga ora 11. Tani do bëjmë një fit check. Unë kam veshur këto gjeta me këto çarapet e Elianës. Kam veshur një body, një bluzë body, edhe një fund që ka pantalonka të shkurtra nga brenda. Edhe nga lart, këte blazerin është i babit. Shumë faleminderit babit që ma dha. Jo, nuk ma dha, unë e mora. E ja vodha. Ja ku është edhe outfitim për sot. Kam veshur edhe unë fund me pantallona të shkurtra nga brenda që të ndjem rehat e pa shirinin. Edhe unë në fillim desha të vesh në një palë streqe, diçka kështu të rehatshme. Pastaj pa shirin është veshur bukur, thash mos e le vet. Një bluzë të zezë të thjesht, këtë palto nga lart që është i shkurtër, mbaron këtu që mbaron edhe fundim. Vesha në kam këto çizmet, të cilat janë pa tak fare, i kam marrë nga Komense. Edhe më duket që shkojnë, i kombinova me çantën që është edhe kjo e zezë. Kam vënë këtë varsen në qafë që është Vivienne Westwood. Edhe më duket që shkon me stilin që kam zgjedhur për sot. I kapa edhe flokët lartë dhe jam gati. Syzet martë, se do i haroj. Edhe Irini ka veshur në këmbë mokasinit e mia, të cilat janë nga Primark, po doni ta dini, super të rehatshme. I pëlqejnë Irinit. Shumë. Ka veshur edhe vëthkat e mia. Bravo. Se kur dola në shtëpi, unë i harova të gjitha, edhe të vesh aksesor, edhe nuk mendova të vesh këpucë të rehatshme. Po, se Irini erdhi në fillim. Erdhi me këto takat këtu, të cilat nuk e di si do hecte me këto takat në gjithë Athinën, po ja, e gjetëm zgjidhjen. Sa dolëm nga muzeumi, edhe kam t'ju them që kaluam shumë bukur, nuk kisha mundësi t'ju flas brenda, sepse unë kisha filluar edhe po filmoja me kamerën, edhe erdhi pastaj një zonjë dhe më tha që nuk lejohen videot, vetëm fotot, edhe thash super. Por, muzeumi që vajtëm është një shtëpi i vjetër të Athinës, pallati i parë që kishte Athina donjëherë, edhe çdo dhomë kishte një tematik tjetër, ishin të gjitha të vjetra me flori, ato pasyrët gjigante, ato dritaret gjigante, do me thënë sa me fat ishin njerëzit që kishin lek atëre, nuk e di, nuk mundem t'ja u shpjegoj, por kaluam realisht shumë bukur, edhe ishte një zgjidhje shumë e bukur, po jetoni në Athinë, të shkoni ta vizitoni, sepse për ne që jemi studente, bileta kushton të 3 euro, kurse normali kushton 5 euro. Që do me thënë asgjë, edhe ishte dhe shumë e madhe, kishe shumë gjëra të shikoni, shumë gjëra të mësoni, po të kisha mundësi të kisha kapur edhe do një video më shumë, do e kishit parë të gjithën, po ja që mundeni po të vini në Athinë, të vizitoni vetë të shikoni. Je dakord? Po. Edhe tani themi me që dolem të bëjmë një xhiro në për dyqane, se jemi në qendër, edhe pastaj të shkojmë avash avash për në shtëpi. Po e mbyllim xhiron
xhirën ton me tacos, sepse normale unë çdo herë që vi në qendër bëj një ndalesë këtu. Tacos i adhuroj, edhe Anchos, që quhet lokali që i ha, bën tacos më të mirët që kam provuar ndonjëherë. Ti provoni po të vini në aty. Jam kthyer në shtëpi. Dhe sa dola nga banja, nuk ju kam folur sepse po bëja editime dhe kisha pak punë në laptop edhe isha kështu e fokusuar, kisha hyrë me kokë atje edhe nuk kuptova kur kalovi ora, qa u bë. Pastaj hyra bërë edhe një banjë edhe thash, unë po filmoj dikur në jetën time, kisha filluar një vlog. Tani u kujtova t'ju flas edhe t'ju them që kalova shumë bukur në qendër. Vajtëm edhe një xhiro nëpër dyqane mbas muzeumit që ju thash, sepse kishim një qëllim ne. David e puna ban Secret Santa me ata njerëzit të tjerë që punon bashk. Edhe i kishte qelluar David një vajzë e cila ka moshën diku te 48 sa vjeç. Kanë edhe një buxhet për Secret Santa në zyrë që ishte 25 euro. Më tha David, unë tani ça të kërkoj t'i gjej me 25 euro, ku e di unë? I thash, dëgjoj, që jam unë në qendër edhe do kaloj nga dyqani do një xhiro, do i gjej unë. Thjesht më thuaj 2-3 gjëra për atë personin që të di pak a shumë ku të shkoj, ç'a ti marr. Edhe vetmja gjë që më tha është që i pëlqen ngjyra roz edhe në përgjithësi gjithë rrobat që ka edhe vesh janë roz. Edhe unë me këtë informacionin vajta në dyqanet edhe i zgjodha dhuratë. Është këtu, edhe thash t'ju tregoj edhe juve sepse ajo vajza mua nuk më njeh. Dhuratën e saj nuk do i shikoj në video. Kështu që pse jo t'ju tregoj juve dhe të mirëni edhe ju ndonjë ide për dhuratë. Vajta një herë në Flying Tiger. Që për ju që nuk e dini, Flying Tiger është një dyqan që ka gjëra kështu të vockla, të lira, cute, të bukura. Edhe thash le të bëj atje një xhiro. Edhe gjeta një kalendar roz, nuk është shumë cute. Edhe më duk shumë dhurat i bukur për vitin e ri që do nis tani, edhe të ke diku të shkruaj programin e saj e të gjitha. Kushtonte 5 euro. Gjeta një ëmbëlsirë me babagjyshin. Edhe thash do ja marr sepse është babagjysh roz. Edhe thash do i kombinoj të gjitha bashk, do duket super cute. Duhesh të marr diçka festive, sepse Secret Santa po bëjmë. Kjo kushtonte 1 euro, sepse duhet të kemi edhe buxhet në mendjen tonë. Edhe pastaj i mora edhe këtë filxhanin që është roz prap me lulka. Edhe kjo kushtonte 4 euro. Kështu që me këto të gjitha bashkë kemi arritur te 10 euro. Edhe thash, më ngelen 15 euro, le të shkoj të shoh në për dyqane dhe një gjë tjetër. Edhe vajta në Bershka me qëllimin të gjej ndonjë shall, sepse për mua shalli është një dhuratë shumë kollaj për të gjithë, domethënë. Nuk ke nevojë të shikosh masën ose po do i bëj, po do i bëj, po do i ri mirë, po do i ri mirë, sepse unë as nuk e kam parë personin, kështu që nuk mundesh të shkoj aty marr bluzë ose fustan ose diçka. Kurse shalli, me që është aksesor, është shumë kollaj ta përdor çdo njeri. Edhe nuk e prisja. Qellovi edhe gjeta një shall roz. Kështu që i kam marr të gjitha roz. Edhe ndihem që kam bërë punë shumë të mirë sot. Ndihem shumë krenare me veten time, edhe pse nuk do ja dhuroj unë, po do ja dhuroj David. Po prap, më lumt, sepse i gjeta të gjitha, i kombinova të gjitha edhe ishin 25 euro fix ose 26 më duket. Kjo kushtonte 15 ose 16, diku atje. Perfekte. Vajta tani të bëj skincare-in tim, por u kujtova që nuk ju kam treguar pakon që më arriti sot, që është nga Stylevana. Stylevana është një sajt not sponsored at all. Thjesht ju them si informacion që ka produkte koreane, kremra, për flok, për make-up, të gjitha, në çmime shumë të lira. Domethënë unë një krem që këtu në Athin mund të gjej në një dyqan korean, e them, prap, e theksoj, mund të gjej për shembull 25 euro, në Stylevana do gjej 8-9 euro. Kështu që ka çmime shumë të mira. Thjesht ta dini vonojnë shumë pak, domethënë mua gjithmonë bëjnë ndonjë muaj që të më vinë. Por më arriti sepse mua më kishin mbaruar shumë kremra që përdor në përditshmëri, edhe bëra porosim, kremi hidratues për fytyrën. Është nga marka Purito. Mua më pëlqen shumë për veten time, por varet edhe nga lloji i lëkurës që keni. Po është e thatë, po është i ndyrshëm, po është mix. Thjesht kam parë që me këtë kremën nuk më dalin fare puçra, nuk më acaron kurën. Plus ndjem që më hidraton në thellësi. Ka një teksturë mjaftueshëm të trash. Domethënë nuk besoj që është për fytyrë të ndyrshëm. Pastaj vazhdojmë me këtë serumin këtu, Centella, i cili më kishte mbaruar, më pëlqen shumë. Nuk e di, po më bën ndonjë ndryshim të madh.
në fytyrë. Nuk e kam kuptuar fiks, thjesht kam kuptuar që nuk më irriton fare lëkurën, më hidraton, edhe këtë serumin e ve thjesht para se të ve kremin hidratues, që ta përgatis lëkurën edhe pastaj ve këtë nga lart. Mua më pëlqen ky si kombinim. Pastaj vazhdojmë me 2 larës fytyre, të cilat janë nga marka Haru Haru Wonder. Më pëlqen shumë ky larësim, sepse ndiem që nuk ma than lëkurën. Ndiem që ta le fytyrën pak të hidratuar në fund. Prap nuk besoj që do bëj punë të mirë për lëkurë të yndyrshëm. Edhe vazhdoj me një produkt të cilin po e marr për herë të parë, është për flokët, dhe desha shumë kohë të provoj një heat protectant. Është për flokët edhe të mbron nga nxehtësia. Dhe për shembull para se të thash flokët ose para se ti drejtosh. Në përgjithësi para se të vesh nxehtësi që të ti mbroj. Besoj që do digjet floku barabart, se nxehtësi kur përdor e din ç'a ndodh, thjesht nuk do digjet kaq shumë. Këtë besoj unë. Po nuk e kam provuar ndonjëherë, do e provoj për herë të parë. Shpresoj të më bëj punë. Sidomos tani që i kam të lyera flokët, mundohem disi të kujdesem pak më shumë. Po bëj edhe disa maska, po mundohem. Pastaj kemi pimple patches, të cilat këto janë si ngjitës edhe i ve lart e puçrat tënde që të heqin pislëkun që ke brenda. Nuk e di si ta shpjegoj më mirë. Realisht nuk e di. Por mua më ka ndihmuar shumë me puçrat e mia, domethënë do e ve në darkë edhe në mëngjes do ketikur e gjitha, mund të ngjelet pak e kuqe, ditën tjetër nuk do kem asgjë. Fantastike ti provoni, janë nga marka Corks Master Patch. Edhe pastaj kam marr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maska për fytyrën time, sepse nëse Ilvana i gjej shumë lirë, këto të paktën, jo këto. Këto janë më të shtrenjta, sepse janë nga marka Biodance, edhe i kam provuar, janë me kolagjen, i le gjithë natën te fytyra jote, edhe zgjohesh edhe ke një lëkurë që shkëlqen. Mua më kanë pëlqyer shumë, kushtojnë 4 euro njëra, diku atje duhet të jenë këto në çmim. Kurse këto që janë të thjeshta, kushtojnë 50 cent, diku atje. Janë shumë të lira, prandaj i marr të gjitha bashk kur porosis. Këto ishin të gjitha që kisha porositur. Por pastaj në fund kemi edhe këto të dyja, sepse Ilvana po të ndiqni në Instagram ka disa kode, të cilat po i vure në fund të porosis, mund të japin ulje në porosin tënde, plus të jep edhe dhurata. Unë përdora një kod që më dha dhurat këta, e cila është nga marka Mixun, edhe është krem dielli me SPF 50. Nuk e kam përdorur ndonjëherë, shpresoj të jetë i mirë, por krem diell unë në përgjithësi kam nevojë, sepse e përdor në dimër, në behar, në çdo ditë. Kemi një dhuratë tjetër, e cila është nga marka APLB. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, as nuk kam provuar ndonjëherë kremra nga këtë markë. Thotë që është krem hidratues për fytyrën me azelaizik acid. Nuk e di. Po është e mirë apo jo, nuk e kam iden fare, do e provoj mbase. Por këto ishin të gjitha. Edhe tani është ora të ve disa kremra te fytyra ime, sepse e ndjej që po më lutet, më thot Eliana më ndihmo. Edhe tani ka erdhur ora për advent kalendarin tonë. Dje harova ta hap advent kalendarin, kështu që kemi të hapim 2 edhe sot. Kemi 18-ën e 19-ën. 18-a është kjo këtu. Duket e madhe kjo, ma? Ç'a thua? Nuk them. Nuk thua. Më duket sikur do jetë ndonjë palet për syt. Është palet, po jo për syt më duket. Është që të bësh kontur kjo. Nice, okay. Nuk e di, këto janë në formë pudër. Jo, janë në formë krem. Formë kremoze. Okay, nice. Nuk kam përdorur ndonjëherë. Edhe kalojmë te 19-a, e cila është këtu, ma? Shumë për syt, për penel. Penel për syt, thot mami. Babi thot buskuq, le të shoh. Unë nuk them. Mos kopjo Eliana. Unë nuk them, Kur thash. nuk them unë, nuk thuaj ti, nuk them thash unë çfarë. Pse thuaj edhe ti? Me zër hapet. Më duket është rimel. Më duket është rimel për syt. Po ti penel them, ose Po, ndroj tani. Tash po në mendje i kisha të Po, dyja. në mendje e kishe Mendje ti. të dyja, E po. kishe ti në Tash hajde mendje. ta lenjërën ta thuash ti. Po. Ti nuk the, edhe unë po e them tani. Prit. Po, është rimel. Okay. E mirë duket furqja që ka. Dhe provoj. Edhe kalojmë te advent kalendari tjetër, që duhet të gjej 18-ën, që është kjo. Po të jetë prap shampo. Jo, është krem. Thot krem antipor. Krem për që të kesh një lëkurë pa pore.
Krem për krem. Krem për krem. Që të zhduk porët. Basi zvoglon, ku e di unë qa bën, nuk e kam përdorur do njerë, mami. Thot që është një krem. Edhe 19, që është prap një krem. Pa tjetër. Kjo ka ngjyrë pak më të bukur se e para. E para është jeshile, kjo është kështu. E para duhet me lila. Mami, si themi mov? Lila. Si themi? Leila. Këtë e ve në dark. Është krem nate për rrudhat. Ma ta gëzosh. Edhe me kaq. Ere më duket se kur ka ngelur shumë pak këtu brenda. Për pak ditë mbarojnë. Disi kështu, unë do ju le. Like, subscribe, comment, hype, follow. I thash të gjitha më duket. Ti bani të gjitha, mbasi i thash të gjitha. Edhe ne do shikemi nesër.